Kur shikojnë një mrekulli, kur shikojnë një shërim ose një shërim njerëzit sot, disa ja vënë emrin prift. Disa thonë ky është pastor, disa thonë ky është profet. Disa kanë mendime të ndryshme. Por fjala e Perëndis thotë se për shkak se njerëzit sot nuk njohin fjalën e Perëndis. Nuk njohin Biblën, sepse po të njohësh fjalën e Zotit, aty do zbulosh. Kush është ky njeri që flet fjalën e Perëndis, që të predikon, që të çliron, që shëron? Edhe për shkak se njerëzit sot nuk vënë të fjalë e Perëndis, po varen gjithmonë nga të thenat, çfarë dëgjojnë, çfarë shikojnë dhe çfarë situata tregon. Po jo nga fjala e Perëndis. Nuk shkojnë te fjala e Perëndis të lexojnë, që të marrin përgjigjen e dur. Unë jam shërbëtor i Atit që ishte, është dhe do të jetë. Dhe emri i Atit është Jezu Krishti. Ky jam. Tani juve mund të më thrisni si të doni. Po unë ky jam një shërbëtor, të them edhe ty, bëu shërbëtori Perëndis. Dhe i lini emrat për të tjerët. Nga veprat të fjalës së Perëndis do t'i njihni. Përpara se të merrni informacionin e njerëzit, informacioni më i mirë për ju do të jetë fjala. Shkoni te Bibla. Shkoni te fjala e Perëndis. Aty do kuptoni.